numër 10. Nuk e besoj dot që arritëm te 10-ta, se si më duket, por bravo na qof. Një duar trokitje sepse dhe arritjet e vogla janë një arritje. Duhet çdo arritje ta festojmë. Duhet ta gëzojmë, duhet të jemi krenar për veten, sepse po mos jemi ne krenar për veten tonë, atëherë kush do jetë. Ora po shkon 11, unë në 11 kam të bëj thonjt. Këtu kam përgatitur një qese të madhe Primark me roba, janë të gjitha të Clyde-it që duhet të çojmë në lavanderi, se Clyde ka filluar blenë të përdorurat, po nuk fut në llogari që kashmiri nuk lajt në shtëpi. Just saying. Kështu që le të harxoj lek në për lavanderira tani. Ishte bërë pise dhe xhupi, që xhupin e ka realisht shumë nevojë në këtë periudhë, kështu që kjo po fillon më shumë nga xhupit, si gjërat e tjera që ka brenda nuk ka se i ka shumë nevojë. Por jemi zgjuar herë, vajtëm pivëm një kafe të shpifur te një bar këtu afër te shtëpia jon. U ktheva, bura lavatriçe me peshqira. Kam hequr të gjitha mbulesat e jastegëve të salloni që kisha larë javën e kaluar, do i rilaj tani sepse ndenti Klajdi atje. Kam nxjerr jastegët jashtë aerose. Blodha pak enat. Lava një dyen nga mëngjesi jon që bërën pis. Rregullova flokët që të ndjen bukur, u lyeva. Vura një Dyson super mega të shpejtë se desha të vet tapetkat e vogla në banjë në kuzhinë që kisha larë këto ditë. Kishin ngelur si për kalorifereve të thajnë, edhe desha t'i heq që atje mos i shoh më. Përgatita videon që do publikohet sot që të bëhet upload derisa të mbaroj unë me thënë. Në përgjithësi kam bërë shumë gjëra këtë mëngjes. Mbase duhet marrë edhe plerat me vete t'i hedh tani, edhe të shkojmë për thonjka. Shikoni si jam bërë këto, nuk shifen dot më me sytë e ballit. Kam veshur këtë gjën që më mban mjaft ngrohtë. Bravo për zgjedhjen time. Edhe nuk ka shaqe rand në trup sa xhupi. Dhe nisemi sepse jam me vonesë. Akoma një ditë që jam me vonesë. Ka një dyqan me lule këtu te lagja jon, edhe sa herë që kaloj që këtu, dua të hyj e të marr çdo gjë. Si çvajta u ktheva, po me të njëjtët thonj. Më kishte shkruar të vi sot, por e ka ngatruar ditën, deshte të më shkruante që të shkoj nesër, kështu që tani kishte kliente tjetër. Okej, janë gjëra që ndodhen, jemi të gjithë njerëz edhe mund të ngatrohemi, nuk ka problem. Nesër presa ata të Ikeas që të vinë të marrën divanin e çmontuar, kështu që i thash unë nesër, nuk mundem të vi, sepse duhet të rri gjithë ditën në shtëpi ti presa ata, nuk i dihet çfarë orari vin. Po ti jem atje, më marrën telefon, do më thon për 10 minuta jemi në shtëpi, si do e bëj. Kështu që i thash nuk ka problem, i thash ose vi sot për ke orare të tjera sot vonë, ose i thash vi nga Entja. Edhe më tha hajde sot në orën 12:30, po ai është orari drekës, e mbase do rinte shkreta pa drekë. I thash dëgjoj, nuk është nevojë të rish pa drekë që të më bësh mua thënë se nuk është ndonjë problem kaq madh thonjtë mia që ti të rish ta mbushësh programin tënd të shkosh e vdekur në shtëpi pastaj në darkë. Ashtu që i thash s'ka gjë, po vi te Enten, edhe lam te Enten në orën 9:30 të mëngjesit. Do i shkruaj një mesazh pastaj që të më konfirmoj që ajo është data e saktë. Edhe tani e tik pak në supermarket shpejt, me që kam kohë. Marr një dy gjëra të vogla që mungoj në shtëpi. Çokolata e patatina. Okej, tani kam shumë kohë brenda ditës, të cilën nuk isha llogaritur që do kem për të bërë gjëra të tjera, të cilat nuk dua të bëj. What's your name? Girl, what's your number? I'm glad I came. Mendoj që muzika e viteve 2000, R&B-a, rapi, popi, viteve 2000 ishte më e mira, ose thjesht jam rritur me atë, edhe ata mendoj unë që ishte më e mira. Por është muzika ime preferuar. Mundem ta dëgjoj on repeat gjithë ditën, po të njëjtën këngë, edhe nuk i mërzitem. Ma kush është qethur? Hajde të të rap. Hajde të rap. Jo kokë, këtu bajt. Këtu? Budallar. Na, edhe aty. Duket që nuk qedhen ju gratë. Jo, nuk rifemi kur presën flokët. Po i dalën thinjët edhe këti. Erdi pleqëria, ka trokitur derën. Çfarë është kjo? Ma ka dhura parukeri. Ta hap? Jo. Pa hajtë se një mini space do je. Tu në përgjithësi ta dini që kur je ko klient në një vend, unë të thënë për shembull Klajdi e flokët, gjithmonë bëjnë dhuratka të vogla, të japën diçka që është simbolike kryesisht. Detergjente purifikante. Çfarë është detergjente? Për fytyrën. Bravo, ta marrësh me vete. Shumë bukur. Edhe ka vënë edhe ca çokolata. Edhe buono. Edhe këtu çfarë ka dhënë? Përqindje me ulje? 10% ulje apo diçka e këtillë? Jo, më duket. Valore 30 euro thot. Gentleman experience. Gentleman experience, petlla! E kanë pa që kanë ba traplantin, më kanë kërkuar edhe kontaktin për klinikën. Se duan të bëjnë edhe ata? Jo, se du bëjnë ata, ka kliente që e Që kërkojnë. duan. Gruaja po të ngrof supën, është gati, vetë the që do e hash. Gru për shpivat. Tani nuk ka se robi gatuan 3 herë në ditë normalisht, E thuti këte, po që thot patriarkati shqiptar. Po do gatosh 3 herë në ditë, ti bje mos bësh në i gjë tjetër, gatosh lashin e Bravo! Bravo!
E fes që jetë vajzë inteligjente. Pra buri im ti bukur, i qethur, me musteqe. Unë për vete do bëj makarona, sepse atë supër nuk e ha. Ja thashë mami ti më tha po mirë ti provoj, i thash nuk dua ta provoj. Më tha çfarë do bësh, do e hedhësh? Po i thash. Nuk jam pro të hedhem ushqime, prandaj do ja jap Klajdit të haj për herë të dytë. Unë e haj, çka ka të keqe? Unë ja di vlerën e ushqimit. Bravo. Nuk është e vërtet që jam vajzë e keqe, po ma shpif. Më vite për të vjell vetëm që e shifja. Do ja ipja Milos, por halli është që Milo është allergjik te pula, po. Keni parë juve qenë tjetër që është allergjik te pula? Unë mjaltin e bera të hajmë një lugë në mëngjes, jo një lugë në mëngjes, një mbas dreke, një mbas darke. Po e ha për nesër këta. Të pëlqevi me pak fjalë. E dinti që këto gjëra më pëlqejnë mua. Do lej pak hejnë tani. Kam në video call edhe motrën me mamin, edhe po flasëm për perdhet e mia, po i zgjedhëm të treja këtu bashkë. Se unë vetë tani nuk zgjedh më asgjë, se kam frikë që vjen mami prapë më thot as më pëlqen kjo, s'më pëlqen ajo. E më hapen punë të tjera. I zgjedhëm të gjithë bashkë, që mos mundet të më thot pastaj ajo nuk më pëlqen kjo, të kishe marrë një tjetër. Më ka lënë me trauma, i shikoni. E beri gati valigjen, do më lerë do iki. Do t'jap 100 euro e ri me mua. Janë shumë pak. Do t'jap 150. Kam edhe mustaqe tani që nuk ka. A, paguesh më shumë kur i ke mustaqe. Hajde, do t'jap 200 euro edhe qenin. Qenja që jemi, si fillim, po... Jo e shijoni. Imi. Të lejova të vesh mbi emrin tënd, po kjo s'do me thënë gjë. Prap vetë këdorim njerëz. Prap unë ju edhe Lucia do ngelem. Kjo jetë nuk është e drejtë. Po sikur të mundohesh edhe ti të bësh diçka t'ja mbushë mendjen të ri në shtëpi, jo vetëm të rish atje me ato xamkat ashtu të shtrembër ta shofësh. Iku edhe bori. A të çaj 5 minuta? Kam haruar t'ju tregoj fare që ky kumkuati këtu, lemoni vogël, shikoni si kanë nxjerr kokrat e kumkuatkave. Jam shumë krenare për këtë pemën e vockël. Atëherë, e ç'bër mbas dite. Kisha pak punë për bashkëpunime, emaile, editime gjëra të këtilla. Edhe kam këtu këtë gjë, nuk ja u kam treguar, por ma kishin dërguar që ta provoj. Dhe është ajo gjëja që përdoret për të lërë divan ose tapet. Topa e divanit tim nuk hiqet, që ta fusësh në lavatri që ta lash. Dhe kisha shumë kohë që po kërkoja në Amazon të blej një të këtill. Pastaj më kontaktuan, më thanë don të ta dërgojmë ta provosh, thash, "Okej, super." Po. E ka bërë vetëm një tek pull hair Klajdi, ma pëlqevi shumë rezultati si doli. Unë vetë nuk kam përdorur ndonjëherë, por meqense buri iku, edhe divani është bërë plot me baktere nga viruset e burit tim ose të paktën tetruarim kështu funksionon. Dua ta laj sepse pastaj do pak kohë të thahet, me shpresën që deri nesër do thahet e do mundem të ulem edhe unë në divan më në fund si njeri. Te divani im që kam kaq kohë që nuk po e përdor. Halli është që si u thash një herë që e beri Klajdi, e pastrovi atëren kur vurëm dritare. Unë po merresha me gjithë pjesën tjetër e Klajdi beri këtë. Tani nuk besoj që do jetë kaq e vështirë drejçi që ta haj. Këtu kam vënë ujtin e pastër edhe këtu del ujti i pisët. Mbarova me këtë pjesën e parë, copën e parë e divanit që është edhe më e vogla. Dhe ky është ujti i pisës. Do me thënë, look at this. Nuk e di po ishte ide e mirë. Filloj të bëj këtë sot se çfarë ndodh tani. Më ka thënë gjithë kjo pjesa këtu më dhën shumë, se duhet ta përdorësh këtë dorën edhe të ushtrosh edhe fuqi. Më ka thënë shumë keq dhimbja këtu edhe kam të bëj akoma një pjesë mjaft të madhe të divanit. Po nesh që una kur editoj në përgjithësi më zë kjo pjesa këtu kur kam editim të gjatë. Po tani se po editoj çdo ditë, kjo pjesa këtu ime është gjë delikate. Tani un po e përkeqësoj. Edhe nuk e di po më duhesh edhe kjo në jetën time, por zgjodha ta bëj dhe do deri në fund. Shpresoj të mundim të nxjerrë edhe editimin deri në fund. Mbarova edhe me këtë pjesën. U lodha. Desha të vej edhe një ekur unë asa. Kisha menduar shumë mirë që me një dorë që është gjys funksionante do arrit i bëj të gjitha që ka nevojë për peshë, për fuqi, për jepi. Është tur që i tregoj këto gjërat në YouTube. Programa tjetër them, edhe atë si real life. Tu po tregojmë për ditëshmërinë tonë të vërtetën. Jemi një kanal që i tregojnë gjërat shumë në mënyrë ro. Kjo është e vërteta jonë. Sado që të pastrosh, ja. Kush don të më gjykoj, le të më gjykoj, s'kam ç'të bëj. E vërteta është që le disa pika ujë kjo, kështu që pastaj duhet edhe ta lash pak vendin. Nuk është bërë ujë, por mos ngelen si njolla ato pikat pastaj. Dhe mu dash pak a shumë 1 orë e 10 minuta që ta bëj. Ndërkohë kisha haruar edhe lavatriçën, tharsën e robave. Ti ve në përvajt e peshirat.
Është djegur edhe një dritë këtu që duhet ndruar. Po më hajt buk tani. Bëj vezë apo të bëj mishpule. Dhe ky mjalti, trazova unë që përzihej gjithatë se ishte lart, tani ka vajtur gjithë mjalti poshtë. Don të mos harroj dikush çfarë po bëj unë gabim. Është vazoja e madhe, duhet ishte më vogël që mos mundej televizën kaq. Se tani sa herë që merr një lugë duhet ta ritrazosh prapë që të marrësh një lugë tamam. Dilema u zgjidh sepse nuk pas kam mishpule. Isha e bindur te koka ime që kam. Kështu që do bëj vezë të zjera, edhe do bëj edhe një sallatë, edhe jemi okay për sot. Do bëj këtë sallatën e gatshme, do vej qepka, do vej domatka edhe kastravec edhe del një mrekulli. Kisha edhe rukola, po ka bërë Klajdi sallatë dhe ka përdorur gjithë rukola. Unë në përgjithësi miksoj, vej gjysmë rukola e gjysmë nga kjo. Në përgjithësi ta dini që rukola është edhe më e shëndetshme dhe nuk të fryn. Po ke probleme me fryrjen e barkut. Rukola edhe valeriana nuk të fryn. Fryn pak më shumë. Jo do një gjë egzageruar, sepse kjo për shembull të fryn më shumë se kjo. Po neve tani nuk na intereson fare. Edhe ato sallatat e pse thonë që janë të lara, unë personalisht si kam besim, do i rilaj. Milo po mban obsesivisht një dollap. Nuk po kuptoj çfarë po ndodh. Nuk e ka riber këtë gjë. Ka ndaj gjë atje Milo? Ç'a mbajt Se atje nuk baja sushime në atë dollap. Është dollapi i pjatave. Para 2 jave e pastrova atë dollapin, që pastrova mirë, nxora të gjitha gjërat e bëra me leckë të lagur edhe i rivura i risistemova. Çfarë po ndodh? Kam mbaruar edhe vajtje këtu brenda, duhet edhe tjetër. Gjithë atë vaj që kemi përdorur javën që erdhën prindrit, unë nuk e përdor as në 2 muaj. Që të kuptoni sa vaj përdoret në këtë shtëpi. Fare vaj thuajse. Ne si popull jemi mësuar të përdorim vaj kudo. Te suprat, te makaronat, te mishit, te sallata, domethënë sallata bëhet një si tip liçeni vaj, unë përdor shumë pak. I shtojmë edhe krem balsamiko që e adhuroj në përgjithësi. Dëmë të dalësh? Sallata është gati. Ti una çfarë po pret ka qovë. Sa cuni mirë jeti? Zampa? Tjetra? Bravo, cuni imi bukur. Ma për shembull, më shijon tepër sallata. Mos duhet të kisha bërë ca patate. Po përtoj tani. Edhe këto filluan të zjenë. Sa minuta e leni ju vezën? Unë e le 4 më duket. 3,4 se dua që brenda të jetë pak më e butë ajo e verdha e vezës. Nuk e dua të zjerë të fortë. Unë me bizhame dhe xhaketë kanë sipër, nuk po e bëj për stil, është nevojë. Po e bëj nga hall, nga ftoti. O lushe, të hap mami advent kalendar tani. E pastaj dori pak me ty. Okej, e kuptoj. Do filloj me piksin. Kemi të hapam numrin 5 sot. Duhet të jetë prap mask, që ka të formën. Kësaj radhe është një lip mask. I really appreciate this. Edhe për sa shumë janë tharë buzët këtë periudhë me këtë ftotin, më duhet. Më kujtoni ta bëj nesër. Dhe këtu jemi te dita 10. Give me something good, please. Dr. Suzen, Youth Booster, Reverse Cream. Është kjo këtu, është një krem hidratues për fytyrën. Okej, 18 është e madhe, edhe 13 është e madhe. Okej, shpresoj shumë që t'ju ke mbajtur shoqëri, edhe neve do shihemi nesër.